Kjo parti politike e kalbur, po na përzen. Nuk na ka dhënë asnjë mundësi punësimi. Po përkundrazi, na i ka mbyllur ato dyer. Krizën e kanë fjalën këta. Keni shkuar në dërmi? Në palas? Sa nga ju mundet të shkojnë në resortet e tyre? 300, 400 euro nata. Kush po i përballon këto plazhe? Nuk është turp? Deti është i qytetarëve, nuk është i tyre. Shqipëria është tona, zoti kryeministër. Shqipëria është e shqiptarëve. Dhe fjalën time dua ta mbyll. Shqiptarët të votuan, shqiptarët do të shporin. Faleminderit. Shumë faleminderit të gjithëve që keni ardhur. Këtë protestë nuk po e bëjmë me qejf. Nuk po e bëjmë kot për qejf, o duam të dalim. Madje unë sot pata një debatim të vogël me një shoqen time. Po më thoshte që sot pikërisht në këtë orë që po bëhet protesti, të dilnin bashkë të dyja për në Xhirande nga Parkurinia. Unë i thash jo, do shkojmë protestë. Më thot mua, e po çfarë do bësh ti në protestë? Çfarë do ndrojë fëmijësi ty? Po jo, nuk është çfarë do ndrojë vetëm unë, se po e thash unë këtë gjë. Dhe tash të thot, tër Korça pastaj që çfarë do bëj vetëm një person, çu do jetë poshtë. Bravo. Nuk është vetëm çfarë do bëj unë, se këtu ne jemi të gjithë bashkë, nuk është vetëm një person. Ne këtu jemi për atë flamurin atje, nuk kemi për qefin ton. Të tërë kemi një qëllim në këtë vend, sepse kjo nuk është, ne nuk kemi as nga Izraeli, as nga Greqia, as nga Ariani, po nga ky vend këtu i larë me gjak për të cilën ka luftuar para ardhësit tanë. Edhe sot doja të thoj këtë gjë, sepse po shikoj që çdo ditë jemi paksuar. Të tërë po paksohemi çdo ditë. Dita e parë shumë veta, pastaj kemi ulur. Dhe që kur kemi vatur në Tiranë, njerëzit nuk po vinë më këtu se thonë, pse do vi unë? Po jo pra do vim se shikojeni pak Tiranën, është plot. Dje po i shikoja protestin sepse dje nuk vija dot, kam ardhur çdo ditë ama. Dje ka zgjatur protesti deri në 12 të natës. Pse s'bëhet dhe këtu ajo? Sepse ne për të njëjtin gjë po luftojmë këtu. Që kanë ardhur sot, do kanë ardhur çdo ditë, sepse shikoj shumë fytyra të njohura çdo ditë. Faleminderit që keni ardhur dhe faleminderit që patroni vendin tonë. Kaq kisha për të thënë, faleminderit që më dëgjoni. Dhe për këta që kanë ardhur sot, do kanë ardhur çdo ditë, sepse shikoj shumë fytyra të njohura çdo ditë. Faleminderit që keni ardhur dhe faleminderit që patroni vendin tonë. Kaq kisha për të thënë, faleminderit që më dëgjoni.